Përshëndetje, shenja e Virgjëreshës. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Atëherë, gjendja juaj nis me 7 shpatat. Kjo është karta e mendimeve të fshehta, e asaj që nuk thuhet, e asaj që mbahet brenda. Ju këtë javë mund të ndiheni sikur nuk po tregoni gjithçka, sikur po fshini një pjesë të vetes ose sikur nuk jeni plotësisht të sinqertë. Ndoshta me të tjerët, ndoshta me veten. Është një energji strategjie, por edhe mbrojtjeje. Ju po përpiqeni të ruani diçka, të mos ekspozoheni plotësisht. Më pas kemi 2 shpatat dhe këtu shohim bllokimin. Jeni mes 2 mendimeve, 2 zgjedhjeve, 2 të vërtetave. Mendja juaj duket sikur është e ndarë, por zemra duket sikur është e mbrojtur. Ndoshta nga që ju jeni të hallakatur. Është ajo gjendja kur thoni nuk di çfarë të bëj, prandaj më mirë nuk po bëj asgjë. Kjo kartë flet për shtyrje, për mos vendosje, për frikë nga pasojat. Me rrotën e fatit gjithçka fillon të lëviz. Kjo është karta e ndryshimit të pashmangshëm, edhe nëse ju doni të qëndroni në kontroll, jeta po ju çon drejt një kthese. Diçka ndryshon në rrethana, në mendime, në perspektivë. Është një moment karmik, një cikël mbyllet dhe një tjetër hapet. Dhe në fund kemi drejtësinë. Drejtësia, kjo është karta e së vërtetës dhe përgjegjësisë. Tregon se kjo kthes nuk është rastësi, është pasojë e zgjedhjeve, mendimeve dhe veprimeve tuaja. Ju këtë javë këshilloheni ose thirreni të shihni gjërat drejt, pa iluzione, pa justifikime. Është moment i pastrimit psikologjik dhe moral. Kalojmë në familje, ku në familje energjia hapet me kartën e 8 shkopinjve. Kjo është karta e shpejtësisë, e mesazheve, e komunikimit të papritur. Mund të ketë lajme, biseda të shpejta ose ngjarje që ndodhin papritur. Familja është në një lëvizje energjike, diçka po ndryshon shpejt, që mund të jetë edhe ndonjë udhëtim. Më pas kemi gjykimin dhe këtu kemi një zgjim familjar. Kjo kartë flet për biseda të rëndësishme, për sqarime, për falje, për vendime që kanë peshë. Është sikur familja po përballet me një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Me faqen e shkopinjve, kjo energji bëhet më rinore, më impulsive, ka entuziazëm, por edhe papjekuri. Dikush mund të flasë pa menduar shumë ose të reagojë emocionalisht. Pra është një fillim i ri, por ende i paqëndrueshëm, i papjekur, i pavendosur. Dhe në fund kemi 7 kupat. Kjo është karta e konfuzionit, ka shumë emocione, shumë mendime, shumë versione të realitetit. Duket sikur familja mund të jetë në një fazë ku secili sheh gjërat ndryshe, ku ka iluzione, ku ka keqkuptime ose pritshmëri jo të qarta. Kalojmë te dashuria. Energjia e dashurisë për ju këtë javë hapet me magjistarin. Kjo është karta e fuqisë personale dhe e manifestimit. Ju keni fuqinë të krijoni realitetin emocional që dëshironi. Nuk jeni më viktimë e rrethanave, ju jeni krijues të rrethanave që ju dëshironi. Ju keni mendjen, fjalën dhe vullnetin për të ndryshuar historinë tuaj sentimentale. Më pas kemi asin e shkopinjve dhe këtu ndizet zjarri, është pasion, dëshirë, fillim i ri energjik. Mund të jetë një person i ri, një ndjenjë e re ose një impuls për të ringjallur ose rigjalluruar diçka ekzistuese. Ka shumë energji krijuese. Me asin e kupave, ky zjarr bëhet emocion. Është dashuri e re, ndjenjë e pastër, hapje zemre. Ju ndjeni diçka që ju mbush, që ju prek thellë, që ju bën të ndjeni të gjallë emocionalisht. Por në fund kemi 5 shkopinjt. Kjo është karta e konfliktit dhe konkurrencës.
tregon se kjo energji e re nuk vjen pa sfida, mund të ketë xhelozi, përplasje karakteresh ose tension emocional. Është një dashuri që zgjon shumë energji, që jo gjithmonë janë të qeta. Kalojmë tek puna, ku në punë duket se jeni në një fazë zgjedhjeje. Po mendoni për të ardhmen, për drejtimin, për mundësitë, nuk jeni të kënaqur me statusin që keni. Ka një vizion për diçka më shumë. Pastaj kemi tre shpatat. Tre shpatat flet për dhimbje, mund të ketë zhgënjim profesional, ndjenjë tradhëtie ose mund të jetë edhe thjesht lodhje emocionale nga puna. Ose edhe lodhje fizike, është një plagë reale, diçka nuk është siç e kishit imagjinuar. Me tre shkopinjt duket se vjen shpresa. Kjo është karta e shikimit përpara. Pra, edhe pse ka dhimbje, ju nuk jeni dorëzuar, po shikoni horizonte të reja, mundësi të reja, perspektiva të reja. Dhe në fund kemi 9 shkopinjt, kjo është karta e rezistencës. Ju jeni të lodhur, por ende në këmbë, ende duke luftuar, ende duke mbrojtur pozicionin tuaj. Është një forcë e heshtur, por shumë e fortë. Kalojmë te Prism Oracle, ku kemi izolimin. Izolimi tregon se këtë javë ju mund të ndiheni vetëm, të tërhequr, të mbyllur në botën tuaj, sikur nuk keni njerëz rreth jush, sepse procesi juaj është shumë i brendshëm. Ju po përpunoni gjëra që nuk mund t'i ndani lehtë me të tjerët. Paçim.